Përballja me zbatimin e ligjeve nxit konflikte me klanet të caktuara. Deri ku mund shkojë vendosmëria e vetëvendosjes për zbatimin e ligjeve aktuale që janë kur flasim për ekzekutivin? Sundimi I ligjit kur vendoset në kuadër të shtetit të së drejtës, atëherë ligji bëhet një instancë, një referencë përbashkuese për shoqërinë, në kuptimin që të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Në Kosovë kjo nuk është rasti. Kemi 3 grupacione të theksuara, të cilat janë të ndara nga populli, pikërisht duke qenë mbi ligjin. Grupacioni I parë është Euleksi, me stafin dhe personelin pranë përgjithësisë të tij, bashkë me familjet e tyre, të cilët kanë imunitet prej ligjit dhe kësaj janë mbi ligjin, dhe shoqërinë në Kosovë, ligji e ndan kur është në pyetje Euleksi, sepse ata janë mbi ligjin e ne jemi përfundit të tij. Grupacioni I dytë janë strukturat paralele të Serbisë, strukturat ilegale të Serbisë, të cilat nuk I nënshtrohen ligjit në Kosovë, por veprojnë me direktivat e Beogradit për ta bërë Kosovën vend jo funksional. Dhe njëkohësisht zbatojnë dhunë dhe bëjnë obstruksione nga më të ndryshmet për ta minuar pavarësinë e Kosovës nga brenda. Dhe grupacioni I tretë janë politikanët e korruptuar në majat e institucioneve të sistemit, të cilët janë gjithashtu mbi ligjin dhe të cilët nuk e përjetojnë veten si punëtor të qytetarëve që duhet të jenë punëdhënës nëpërmjet buxhetit të Kosovës, po përkundrazi janë uzurpator të buxhetit të Kosovës, të cilët I konsiderojnë qytetarët si argat dhe I marrin në punë kryesisht e zakonisht nëse ndjekin linjat e partijake të politikanëve. Pra mendoj që këto 3 grupacione, Euleksi në njërin anë, strukturat paralele në anën tjetër të Serbisë, strukturat ilegale dhe politikanët e korruptuar që ndodhen në majat e institucioneve të sistemit, janë ata të cilët e pamundsojnë sundimin e ligjit dhe nxjerrin sundimin e ligjit prej shtetit të së drejtës. Rrjedhimisht në Kosovë, më shumë se sa sundim të ligjit, kemi sundimtar të ligjit. Ndryshimet kushtetuese, ato të besin kozmetike apo të qasit, që këto ndryshime a mund premtojnë qëndrueshmëri institucionale pas zgjedhjes problemeve që shkaktoi zgjedhja presidentit? Në Kosovë pushteti nuk po lejon që populli të lidhet me shtetin. Pushteti e ka uzurpuar shtetin dhe nuk po lejon që shteti të jetë në funksion të qytetarëve dhe të interesit përgjithshëm, të mirës së përgjithshme. Kësaj pushteti e ka vënë shtetin e Kosovës në shërbim të bisedimeve me Beogradin për çështjet brendshme të Kosovës, e jo ta zëmë në funksion të bisedimeve me Tiranën për ta faktorizuar kombin shqiptar në Ballkan. Gjithashtu, pushteti duke uzurpuar shtetin, I ka vënë instrumentet shtetërore në shërbim të tregtarëve të huaj, në vend se ato të jenë në shërbim të prodhuesve vendor. Dhe mendoj që një situatë e këtillë është ajo e cila është reflektuar edhe në tendencën e ndryshimeve kushtetuese, të cilat tash synohet që të jenë të kufizuara vetëm te çështja e presidentit. Kosova ka nevojë që ta heqë nenin 1.3 të Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe Kosovën ta bëj me të vërtetë shtet sovran. Gjithashtu ta ridefinoj marrëdhënien me faktorët ndërkombëtar, ku ata do të na këshillojnë, do të na ndihmojnë e nuk do të na sundojnë në shtëpinë tonë. Pra, nga neni 143 tutje, është shumë problematike Kushtetuta e Republikës Kosovës, sepse në thelb të saj dhe mbi veten e saj e vendos planin e Ahtisarit, I cili dihet që dhe sipas vetë grupit negociator të negociatave të Vienës në vitin 2006 dhe 2007, ka qenë një çmim I hidhur për pavarësinë e Kosovës, por me idenë që në fund këtë pavarësi e pranon edhe Serbia. Duke qenë se Serbia nuk e pranoi atë, është absurde që një anshëm të zbatohet plani I Ahtisarit, I cili
pra e hedh farën e bosnjazimit brenda Kosovës. Dhe ne jemi për ndryshime kushtetuese, dhe për dallim prej ndryshimeve kushtetuese çfarë kishim në të kaluarën, të kemi ndryshime kushtetuese për të mirë, dhe të cilat nuk do të kufizoheshin vetëm tek çështja e presidentit. Sepse po duket qartazi që ka interesa të regjimit aktual që ta ridefinojë shtetin e Kosovës për hir të zgjatjes së pushtetit e jo për hir të forcimit të shtetit. Pra, ne jemi për ndryshime kushtetuese pozitive, të cilat nuk kufizohen vetëm tek çështja e presidentit përkatësisht mënyra e zgjedhjes së tij dhe e kompetencave të tij. Pas votimit të fundit kuvendor, bisedimet vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Çka nuk humbim? Në njëra anë, me vazhdimin e këtyre bisedimeve, Kosova humb për shkak se vazhdohen kompromiset dhe koncesionet në dëm të Kosovës, në shërbim të këtij pushteti që ka për udhërrëfyes interesin vetjak, por në anën tjetër ajo që nuk humbet është vullneti ynë, zelli ynë dhe koncepti e qëndrimi ynë, i cili çdo ditë më shumë po tregohet që është i drejtë. Pra, nuk është lëvizja vetvendosje në rrugë të drejtë për shkak të aktivistëve të saj, por para se gjithash është në rrugë të drejtë për shkak të konceptit dhe qëndrimeve të saj të drejta, të cilat janë të formuluara në programin ton politik 100 pikësh. Pra, para se të jenë të drejtë aktivistëve vetvendosjes, është i drejtë programi dhe koncepti politik i vetvendosjes, e mendoj që gjithnjë më shumë po vrehet edhe në mesin e deputetëve në përgjithësi opozitar, që këto bisedime duhet të kundërshtohen deri në ndaljen përfundimtare të tyre. Madje ka zëra edhe brenda vetë Partisë Demokratike të Kosovës që janë kundër konkluzioneve të dakorduara në Bruksel, të cilat thjesht e zbehin shtetësinë e Kosovës dhe pavarësisë formale të Kosovës ja dëmtojnë edhe dimenzionin formal dhe kësaj ja zvoglojnë mundësitë për ta bërë Kosovën sovrane një ditë. Por ne nuk do të ndalemi në rrugtimin ton, nuk është i lehtë, është me përplot pengesa e vështirësi, por ne s'kemi problem me ndërgjegjen tonë, do të kemi kundërshtar, Serbinë kemi shtetar mik, por jemi shumë optimist që me organizatën tonë të fuqishme, me zërin tonë konsistent në parlament, ne do të arrijmë që ta krijojmë masën kritike edhe të qytetarët, edhe brenda institucioneve, në mënyrë që një ditë përfundimisht politika zyrtare e Kosovës, politika shtetërore e Kosovës, të jetë për hir të qytetarëve në përputhje me vullnetin e interesit të tyre dhe jo e bllokuar nga një grup pushtetarësh të cilët thjesht nuk e kanë qëllim jetën e shtetit të Kosovës, por mbijetesën e tyre në pushtet. Ju shpresoj sukses. Faleminderit.